Përshëndetje miq, këtu jemi në Darzez, sot është shtunë dhe ka marrë të haj pak bukë dhe të shoh ta konkurrentët e mi. Herë do ta filloj me rrugët. Është asfaltume në të dy krahët e hidrovorit dhe të dyja të çojnë det. Halal ja bof Zoti atyne që e kanë shtruar këtë rrugë. Këtu jemi në një biznes, një agroturizëm i mrekullueshëm me peshkun e peshkatarëve që gjujnë me lundra dhe vogla. Keni levrek, keni merluc, keni gjuz. Është siç e kanë filluar ëndrrën time, është ky agrobiznes që do kënaqeni po të vini të provoni këtë peshk freskët. Hajde ta shohim çmena sa bukur është. Keni një organizim fantastik nga jashtë. Ore, po ky pronari më. Edhe agriturizëm Eldi, mos harroni, e ka shkruajt emrin e vet tek ta tarrosha. Shiheni çfarë sallë mrekullueshme. E keni dhe për dimër me oxhak, tash unë po me kuzhinën. Hajde të shohim çik kuzhinën. Hajde me mua, hajde me mua. Përshëndetje, a mund të hyri kështu e? He? 2 minuta, hajde. Ky është pronari, aproçi. A keni pa pronar më simpatik? Pronar që ri vetë, që i pyta këto të kuzhinës. A ju një gjonë apo s'ju një gjonë? Mashallah. Kjo merluci mrezhave, kjo është komplet zgar, dopjo zgar, non vata, është një mrekulli. Po ta provoj këtë patate? Patate vene, Morë patia. Do mode kadunarë. Shqipni. Pecat e kadunarve, limonat e bashkës që s'kanë marru, ordet, po do vit dhe unë të tymër sot një. Atë ke një vlaj. Karkaleci, tigër, i mrezhave, si që kom pas gjujtu në dikur, o sot man vetëm era det, ma. I gjarë zakonë. Qati, katuni. E kanë kontrolu atë bashën atë që kanë kontrolu? Edhe bashën e kanë kontrolu, nuk mre modra se e shok të syri, aproj që ka bro. Djalli e mërzëtni në restorant peshku. Tash unë do t'a provoj, a shkon me peshk, edhe do t'ja ufus si recet që t'jilë. Maj mira, në kështu i themi ne të Elbasonit, maj mira je. Hale të që të provoj mushimin e t'i themi njerë.